për ma sigurie jo kaq lehtë. Pse themi gjë të tillë? E themi gjë të tillë sepse ajo që më shqetëson mua është përpjekja e SPAK-ut për të shmangur ballafaqimin e provave. Deri tani, të gjitha provat që janë bërë publike dhe që dihen nga ana jonë, sepse kishim dosjen absolutisht në dorë, nuk ka asnjë provë që implikon Ballukun. Në veprën penale që është kualifikuar, nuk ka asnjë. Dhe për këtë unë mbaj edhe përgjegjësi sa dhe morale, aq edhe ligjore, për nëse doni. Por ajo që mua më shqetëson është pikërisht mungesa e këtyre provave, po ballafaqohet me një përpjekje të SPAK-ut për të shmangur ballafaqimin e tyre në parlament. Unë nuk kuptoj pse SPAK-u, kur kërkon largimin e Belinda Ballukut nga posti i zëvendës kryeministrit, nuk kërkon më sigurie që është edhe detyrim paraqitje nëse e doni. Dhe këtë arrest shtëpiak, ti kërkon për gjëra. Sepse i druhet një votimi që nuk pranon kërkesën e SPAK. Atëre nuk ka pse i druhet një votimi që nuk pranon kërkesën e SPAK. Sepse ka 83 vota o Beni. Atëherë dhe herë nuk i ndruhet një gjë tillë sepse në të gjitha rastet, edhe në rastin se ai do të vazhdojë hetimet e mëtejshme, është i detyruar që të kalojë në parlament. Pra kalimi në parlament është final, do s'do ajo tani. Çështja është që ju ngrit tezën që ai i druhet votimit, ndërsa unë ngret tezën tjetër. Ai i druhet demonstrimit të provave që nuk ekzistojnë. Pra gjithë procedura që unë ngrita me të madhe në komunikimin me ju, që nuk ka prova që vërtetojnë në shkeljen e ligjit nga ana e Belinda Ballukut në atë dosje që ne disponojmë, do të ballafaqohet me një rezistencë nga ana e parlamentit në mungesë të provave. Dhe pikërisht